Në këtë fshat të vogël në Has, një konflikt i trashëguar për më shumë se 20 vjet u kthye në tragjedi. Më 7 maj 2025, Reshit Sallau, 34 vjeç, u vran nga fshinji i tij Ylber Jaku. Motivet? Prona, tokë, një kanal uji dhe një shtet që heshti. Vetëm një ditë më parë, motra e viktimës, Artiola Sallahu, kishte plagosur rënd me sapat prindrit e autorit, një përshkallëzim që ndodhi në hundën e institucioneve që kishin djeni, por nuk vepruan. Babai i autorit të krimit, Agim Jaku, një javë para se të ndodhte vrasja, kërkoi ndihmën e tij edhe tek emisioni i Veting në News 24, teksa deklaroi se ka trokitur në çdo derë dhe ka paralajmëruar se diçka e keqe do të ndodhte. Me kërcënime, dëmtim poshtë shtetit, dëmtim poshtë private, bllokim rrugës, edhe shkatrim me mjete motorike, me paramendim, me djenin e ish-kryetarëve të bashkisë, Këshillit të Bashkisë, dje dhe sot. Agim Jaku, babai i autorit, paralajmëroi për rrezikun. Prej vitit 2007 ai kërkonte zgjidhje për një konflikt që përfshinte dokumenta të dyshimta, rrugë të bllokuara dhe një territor që sipas tij u grabit me ndihmën e heshtur të institucioneve. Problemi im ka nis që me datën 4/12/2007, projekt vendim të Këshillit të Bashkisë Kom dhe të gjitha gjykatat dhe prokurorit nuk i kanë hetuar në themel dhe me kanë rrezu kërkesat e mia. Por shteti nuk e dëgjoi. Policia nuk ndërhyu. Gjykatat e zvarritën çështjen, një drejtësi që vonoi dhe vonesa vrau. Sipas një nga banorëve të qytetit të Hasit, policia është përgjegjëse për situatën, 20 denoncime dhe asnjë mas nga policia. Ndërsa kryebashkiaku i Hasit, Myfit Dauti, shprehet se mos reagimi i shtetit ndër vite dhe mosdhënia e një vendimi nga gjykata e Kukësit ka çuar në këtë situatë ku kemi edhe një viktim. Unë them që ka pas rrugëzidhje. Po të kishte ndërhyrë shtetit, sigurisht që ka pas rrugëzidhje. Ngjarja tronditi Hasin, por edhe nxori zbuluar një plagë kombëtare. Konfliktet për pronë kanë marrë mbi 11.000 jetë në 3 dekada.